Një 16 vjeçar u mbyt pas ditën e së mërkurës në plazhin e Divjakës për shkak të detit të trazuar që mund të kishte shkaktuar një tragjedi edhe më të rëndë. Viktima që më vonë u identifikua si Naun Hila nga kolonja Lushnjës raportohet si kishte hyrë në det për t'u larë së bashku me 3 shokë, por deti i trazuar me dallgë i ka vënë në vështirësi të rinj dhe këta të fundit janë detyruar që të kërkojnë ndihmë. Dëshmitarët thonë se gjithçka zgjati vetëm pak minuta. Një pjesë e pushuesve pranoi se kishte dëgjuar thirrjet për ndihmë edhe në pamundësi për të bërë diçka, ka lajmëruar policinë dhe rojet bregdetare, por edhe këta të fundit janë vonuar pasi kanë qenë larg nga plazhi. Për të shpëtuar të rinj që luftonin me dallgët për jetën janë angazhuar vetëm pak pushues që kanë marrë përsipër edhe rrezikun. Ndërhyrja e pushuesve u shpëtoi jetën 3 të rinjve, ndërsa 16 vjeçari Hila është mbytur, ku trupi i tij ka mbetur ende në det dhe për nxjerrjen e tij duhet të angazhohen forcat polumbare nga Tirana, pasi policia lokale nuk disponon asnjë mjet të nevojshëm.